Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin ton për të ndarë këtë herë historinë e radhës. Historinë na ka shkruar Entela, një vajzë e cila sot dëshiron të ndanë një plak apo një gjysmë zemër të shpirtit të saj, një histori që në vendin ku jeton e din, por don të bën një lloj falënderimi. Unë jam Entela dhe këtë histori po e tregoj me lot në sy e me një emocion që nuk përshkruhet me fjalë. Sot është dita ime e dasmës, të gjithë e quajnë dita më e lumtur e jetës, por për mua kjo është një ditë e përzier me shumë ndjenja, gëzim, mungesë, dhimbje, por mbi të gjitha mirënjohje. Sepse pas meje nuk qëndron thjesht një histori dashurie, por një jetë e tërë sakrificë që ka një emër të shenjtë, gjyshja ime. Isha vetëm 3 vjeç, një vajzë e vogël me kaçurela që më nximbante këpucët në këmbë. Kur jeta mu përmbys në mënyrën më të tmerrshme që mund t'i ndodh një fëmije. Prindërit e mi, të dy, humbën jetën në një aksident automobilistik në një udhëtim drejt Tiranës. Ata kur nuk u kthyen në shtëpi. Ishte nata kur për herë të parë nuk dëgjova zërin e nënës në derë dhe më thanë: Entela, mami dhe babi nuk do të vinë më. Nuk e kuptoja çfarë po ndodhte. Isha vetëm një fëmijë, vetëm e ndjeja që diçka mungonte. Nuk qaja më me zë, por zemra më lëngonte heshturazi. E vetmja gjë që më mbeti ishte një dorë e ngrohtë që më mori në prehër dhe më mbuloi me puthje. Ishte gjyshja ime, nëna e babit, e cila që nga ajo dite deri më sot nuk më la asnjë çast vetëm. Ajo nuk më prezantoi kur me të vërtetën, që në fëmijëri e quaja mami, sepse ajo më thoshte bija ime dhe më jepte gjithçka që një nën mund t'i jap fëmijës së vet. Nuk më mungonte dashuria, sepse ajo më jepte me bollëk. Nuk më mungonte përkujdesja, sepse ajo e vinte veten e saj të fundit. Më kujtohet që ngrihej herët, më pregadiste bukën e thatë që kishim, më çonte në çerdhe apo në shkollë dhe nxitonte drejt malit për të mbledhur dru zjarri, që më pas i shiste tek ndonjë furrë buke. Vetëm e vetëm për të më siguruar një copë bukë dhe fletoret për në shkollë. Nuk kishte pushim, nuk kishte ditë të lirë, nuk kishte as llozha, as komshinj, as shoqëri, ishte vetëm ajo dhe unë edhe bota kundër nesh. Nuk kisha rroba të bukura, por kisha duart e saj që mi qepte me aq shumë dashuri. Nuk shkoja në festa si fëmijët e tjerë, por gjyshja më bënte një festë në dhomë me një copë bukë të lyer me pak sheqer dhe më thoshte: Zemra e mamit, nuk kemi shumë, por e kemi njëra tjetrën. Vitet kaluan, u rita me këtë dashuri të pastër, po shpesh ndihesha e çuditshme, siç ndihen fëmijë që se kuptojnë pse s'ka prindër në festa shkolle apo takime prindërore. Kur më thërisnin bie gjyshes, unë mërzitesha dhe i thosha: Jo, ajo është mami im. Nuk e dija që po mbroja një gënjeshtër të bukur, që ajo e kishte mbajtur vetëm për të mos më lënduar mua. Por koha erdhi. Ishte një natë vere. Unë isha 15 vjeç dhe kisha filluar të kuptoja më shumë. E pyeta për tatin, për nënën, nuk po më jepte me ato përgjigje që na mbulonin kureshtjen. Atë natë ajo ul në krevat dhe me zërin që i dridhej më tha: Entela, unë nuk jam mamaja jote, jam gjyshja. Mamaja jote ishte vajza ime, baba yt, biri im. Ata vdiqën kur ti ishe e vogël. Ti nuk e mban mend, por unë të mbaj mend ty që më shtrëngoje dorën fort e më thërisje mami, dhe nuk pata zemër të kundërshtoja. Nuk mund ta përshkruaj dot atë çast.
unë ndjeva e zhveshur nga një pjesë e identitetit tim. Por njëkohësisht për herë të parë kuptova madhështinë e asaj gruaje. Nuk ishte thjesht gjyshja ime, ishte një nënë e dyfisht, që nuk më la të ndjej asgjë nga ajo që kisha humbur. E desha më shumë atë natë dhe për herë të parë i thash me zë të plot, ti për mua do të jesh gjithmonë mami. Dhe ashtu vazhduam. Jetën e ndërtuam bashkë. E ndihmoja me çdo mundja. Por ajo nuk pranonte kur të rinte pa punuar. Edhe kur isha në universitet, ajo dilte ende në mëngjes për të mbledhur barishte apo për të qepur ndonjë bluzë për gratë e lagjes. Nuk ri dot pa punë bia ime, më thoshte gjithmonë. Dhe kur erdhi një ditë, kur Zoti vendosi të më shpërblej, një djalë hyri në jetën time. Një njeri jashtëzakonshëm që më donte për atë që isha. I tregova gjithçka. Nuk pati më dyshje, nuk më gjykoi. Madje u dashurua me historinë time. E respektoi gjyshen që nga dita e parë. E quante nënë dhe nuk linte rast pa i dhuruar ndonjë dhuratë apo ta çonte në vizitë. Kur më propozoi për martesë, gjëja e parë që më tha ishte: kur do të shkojmë në Zvicër, gjyshja do të vi me ne. Ajo ka bërë jetën që nuk e meriton. Tani është radha jon ta bëjmë atë të lumtur. Sot është dita ime e dasmës. Po vishem si nuse, dhe ndërsa më vendosin kurorën mbi kokë, në shpirtin tim është ajo. Gjyshja, nëna ime e jetës. Ajo është veshur me një fustan të ri, me flokët e kapura siç nuk i ka kapur kur. Ka carudha më shumë, por syti shkëlqejnë si gjithmonë kur më sheh. Ajo do të vi me mua, do ta nxjerr për herë të parë në jetë, do të ecë nëpër parqe, do të pi kafen në një balkon me diell. Nuk do të jetë më e lodhur, nuk do të punoj më për bukën e gojës, sepse tani është radha ime të mbaj dorën e saj. Tani është koha që unë të jem nëna për të, siç ishte ajo për mua kur nuk kisha unë asnjë. Unë jam Entela, një vajzë që u rit pa prindër, por me dashurinë më të pastër që mund të ekzistojë në këtë botë, dashurinë e një gjyshe që u bë nën për hir të jetës. Kjo është historia në fakt e Entelës, një histori shumë e dhimbshme, që Entela e kuptoni që ka mbetur e vetme, dhe gjyshja është detyruar që të kujdeset për rritjen e Entelës, duke marrur përsipër të gjitha vështirësitë që jeta do t'i sillte. Ju e dini shumë bukur që të marrësh një njeri përgjithësi nuk është e lehtë, sepse jetës nuk i dihet se me çfarë mund të haset ai njeri, por gjyshja e Entelës, siç duket, nuk e ka patur fare problem për të luftuar, për të marrë këtë vajzë edhe për të arritur, pasi që i biri dhe nusja e saj, siç gjyshja e Entelës e quan Bi, ka ndruar jetë. Dhe sot kur bën mirë, presish të gjesh mirë, apo le të besojmë asaj thënies se çfarë do mbjellësh do korrësh, gjyshja e Entelës sot do të jetojë në Zvicër me mbesën e saj edhe me dhëndrin e saj.